Ka vetëm disa orë që ka lindur, njëjtë si kjo voglushe erdhën në jetë qindra të tjerë gjatë këtij viti në Gjakov. Shifrat që posedon Spitali i Gjakovës janë shpresdhënëse nëse nataliteti është në rritje. Kanë lind 1560 lindje, të numri, domethënë i vdekshmërisë deri në këtë kohë ka qenë vetëm 3 fëmijë. Një mungesë ndoshta është që ne kemi vetëm 2 neonatolog këtu që merren me kujdesin, kështu që gjatë natës vetëm mahet me gatishmëri. Doktor Hamza shtoi se viteve të fundit nënat e reja janë vetëdijsuar lidhur me aktin e lindjes dhe komplikimet po janë çdo herë më të pakta. Kujdesi ndaj këtyre ka qenë në nivel të unë, si nga ana e stafit të mesëm edhe aty në mjekëve në përgjithësi. Na për këtë qëllim edhe kem rrit, domethënë, në gjatë kujdestarojnë nga 2 mjekë specialistë, për me qenë sa më efikas shërbimi ndaj pacientëve. Na vrem që kontrollat janë të rregullta, i bojnë gati çdo muaj për përjashtim të në shtatzone që ka probleme më specifike, atëherë ajo udhëzohet që të vijë më shpesh. Ndërsa në vitin 2013 në Gjakov patën lindur 2209 foshnja, prej të cilave nuk kanë arritur të mbijetojnë vetëm 4.